A kishe marrë një burr për Kosovës? Jo. Pa fjallë po të shkojnë dragam. Që për pi cigaren mirë. Që sa kalojnë jone? Qa tha? Ta për pishet cigaren mirë se jone. Ka qoftë zotin një burr të Kosovës. Jo. Më ardh naj shqiptari i Kosovës me punu atje. A kishe marrë çata për burr? Me më pëlqy shumë e kisha marrë. Ja. Jo, që halasin për ju për voli për martes. Vet jam tip i shpejt, veç diri sa ta gjej, se kur ta gjej ta najm. E merr me herë. Po, e marr me herë, tani e kryj punë. A kishe marrë një burr për Kosovës? Jo. Pse? Se vet jetoj në Zvicër edhe menoj që edhe sidomos për femra është ma mirë me gjetë dikon që jeton aty. Më thonë për Kosovës nëse kishe marrë mja bo letrat me qu atje? Jo, s'besoj. Pse kallëzëm, qka të nolë? Më nolë së nolë kur gja, po është ma ndryshe me marrë dikon që jeton aty. Që e ka venin e vete, ka punën, i ka kejta, është ma ndryshe. Qa kanë ata shqiptarë që jetojnë në Zvicër, atje me shqiptarë që jetojnë në Kosovë? Po nuk po thom që veç Kosovës nuk kisha marrë, Gjermanisë, Austrisë, kërkuniq, veç në Vish në Zvicër, a vish, du më thonë shqiptarë që jetojnë në Zvicër. Po. Po bërë një me marrë në Kosovë dhe atje gjemë punën. Po, ama është pak ma shtirë. Sa ma fështirë? Po është ma shtirë, se ka gjuhën, E mëson? ka shumë sene që du të mi bëhen edhe. A je ndidhe për momentin? Jo. A beson dashni? Po? Beson. Po? A je kone dashëru më në herë, tregon? Jo. Pse? Se ke provu kur me dash dikon, ose me dash dikush? Jo, deri që ta shaloj jo. Deri stash ju. Jo. Sa vjeqare jenë falë që më të vesë? 20 vjetë. 20 vjetë. Po. Po kërkere halo? Po dhe, po tham. A jenë kërkim të fatit, Njerë tregon? pak. E të folë me naj djallë, po folin vish me folë, me pasi qka me da. Jo, as me fol jo. A po del shpesh të në Kosovë? Po, Si sa po që del ma muj. shumë ti? Unë e Gilanit jam në për Gilan, në për Prishtinë, Prizren, sonte Ferizaj pak, qështu. Gjithka Pi ka Gilanit në Ferizaj u orë. Nese, së është lërë, 50 minuta Po, rrugë. së shlarga dhe bëvë mirë, bala. A jetë u knaq? Po, qështu. Apo të të ndjam të kalzëm? Si gjithë, Si gjë. Po. Qysh po të mbuci, kalzëm, qka po të lojnë? kur gjo, veç në qona i fjallë pa lidhje, Qfa fjallë po të shkojnë dragam? që për pi cigaren mirë. Pepe cigaren mirë, që që guci femnat, Pepe shë cigaren mirë. Po. Që sa Tjetër? kalojnë jone? Qa tha? Ta për pishet cigaren mirë si jone. Si one? Po. O djem, vedi sa në pak, o djem, mos gosë në kësim Pepe shë cigaren mirë, po gjuju direkt në tem. Ata gjeni djollën të ishtash kalzëm. Jo. Që? S'bësoj mo që ka halo këto shumë në Zvicrës. U krysë Qka je tek vish në Zvicër, bre, qka je tek vish në Zvicër? Po vet jom rritu më linda të, është pak ma... Nuk thom që o keq këtu, heq se vet kom qef marrë, sa tërë që muj kom qef marrë, edhe më pëlqen shumë këtu, po për një lidhe seriozisht, për ma gatë, për me mu martu e kejta, besoj që është ma mirë me gjithë dikon atë. Ta qoftë zotin një burë që jeton në Kosovë. Jo mo! Sa Amo mo? për një me tojnë që shtu zban me zgjellë shumë se bash qaj fat vjen që se donë. Ta qoftë zotin një burë të Kosovës. Jo. Pse? Qa kanë ata të këtu i tregom që ty s'po të pëlqenjë? S'kan kur gjo, amo është ma ndryshe, a i lindje rritë këtu. Sa deshta me propozu, ma mftufi, nejse. A i lindje rritë këtu. Po, A kishe marrë dikon jashtë? po. E po të më kuptaj që që du me thonë, ne. Po kisha marrë një grup, po shambull që jeton jashtë. Po e kisha marrë. E Qa tanaj që me se pos kisha marrë? lidhje që shtojnë long distance. Në distancë. Po, në distancë. Po. Jo, het. Se po thu nuk zgjasin shumë lidhe në distancë? Nuk thom që nuk gjasin, se vetë njof njerës që kanë pas lidhe distancë, ju ka hecë mirë dhe halo ju hecë mirë, po unë për veti nuk jam tip njerit që për shembull dashrin tem, nuk muj me pa me muj, ose s'muj. Për shembull mund të ekson të tash bashkë po du me pa, kam qef me dal me ta ma shpesh. Unë besoj që te anës janis me e njofton njerin mirë që është kur shihesh shpesh. Edhe këtë kjo nuk është e mundshme kur njoni jeton për shembull në Zvicër, ai që në Kosovë, ose në Holandë, ku me ditë ku, nuk është ashtë tham ja veç për Zvicër, po tham gjithka, është ma ndryshe. Se mu pas konën e për shembull dhe këtuit, ose me pas jetu në Gjermani, në Holandë, ku janë kejt, edhe aty s'kisha pas shep për shembull tani me hi me dikon lidhe që jeton në Zvicër, se nuk e kam gatë. Për mua ja vlen shumë. Ondra e njerëz është me jetu në Zvicër. Ondra ka me jetu në Zvicër Ani dyqysh. që edhe pak po e kënë vizat. Dhe pak po e... Oha, pa të kallka. Po, E për shembull tash kur hekin vizat. po. Më ardh naj shqiptari i Kosovës me punu atje.
E kështë e marrë që ato për burë? Më pëlqy shumë e kisha marrë. Ja nisi të më ndru fjallë që tash. Jo, po, Që tash më ndran fjallë. Mos luj me fjallë. si jam të lujt me fjallë. Po tani është aty, ani po thëm ju. Se ti, unë rritë fjalla jame, kam qef me gjetë një burë që e tonë dikun afër meje, është shqiptar, këtu li tjenë ku dojnë, i Ferzajt, i Gilanit, i Prizrenit, adhe nuk zgjedhe fort, po mu kanë atë. Qysh do të më koni moshkull që ty më ta morë zemë? I malë, son jam vetë e madhe, Sa i marrë më konë paravërsisht? po nuk po thëmë me centimetra, po unë vetë jam tepër femër e madhe, edhe besoj që më kohë jeme pas në një burë më të malë. Sa i për shembull te modhe? Unë jam një 72 Një 72, ta pas burën 2 metra fix. Jo, edhe një 85 krim punë. Krybuna. Rregull. Tjetër? Tjetër, mu kanë punëtor, mëse unë vetë për shembull, halo e kum kryzanat, bëj shkollë, punoj 100% i ri vetës gati me si cilën sen, besoj që shumicës ja dalë vetë, edhe qështu kam qef edhe me pas burin, me dalë si cilës punë vetë, me punu, mos me pritu, me pas menën për të arshmen e jo veç për që tash me jetu. Normal, edhe unë dalë knaqna, kejta i bëj, amo do kishtë që të pas menën që edhe do vjetë vjen diqka qepe që do shmu konë, gati për qatë sen. Gati për çfarë? Tregom sa vjeçare ki qef më martu? 23-24 vjetë. Pas ka meq më 3-4 vjetë. Jo, që hala si unë pe ju po foli për martes. Hala se fe ju. Tregom sa ki ondër më fe ju. Po një 2 vjetë në është ta. Po një 2 Po vjetë. në besoj që vetë jam tip i shpejt, veç dire sa ta gjej, se kur ta gjej ta naj... E merr me herë. Po, e marrë me herë, tani e kryj puna. Sot njoftohen kryt njëve ku i flet të feju më nazë ngesht. Po, tani do të mu me prit verën për më martu, se ka ma lezet. E pse verës për shembull? Ka ma lezet, pe. Morë me bo dasme në Kosovë. Po, marrë nuse. E që të Do sene. më thonë ki qef me bo dasme të modhe? Po. Pse kalzo? Po, besoj që është ondër, unë vetë e kom po për shanë familje tonë, pisi jam e vogël, jam rrit me dasma, edhe vetë kom qef me shku nuse, është një farë ndjene, besoj që është tepër e mirë e kja ndjene në bashkë që jetu shku nuse dikon, e jetu bë martez. Mu më pëlqenjë darsme qumë, darsme shqiptare si du mos, që ata kam vetë me shku, kam qef vetë me shku në najdit nuse shqiptare. Ti se shqiptari, ki më shku se ti nuk se shqiptari. Për shembull, a ki qef më martu me një zvecran? Jo, Jo. shqiptar. Veç shqiptar. Po. Allah zgjov, do të thonë, deri me sot kom intervistu shumë femna që jetojnë jashtë. Po, Be jo kish patek mos me marr burrë të Kosovës, jo këta s'kan mentalitet. Jo anena ka hikshin ka delshin. po. Po që edhe ti sot që sa thash hajti propozoj që të po nejse ndrojnë atim. Jo se s'lem babi. S'lem bobi, po kush po ta vet bobi, ta grabes qiken. Ani babin e kam Zvicër. Zvicër e kia. E kam O, de gjeti pe atje, do këto veç çajnë shpe. Jo, Që po kesh, po ka qef, e di une. Jo, vetë kam qef me marrë shqiptar se e ka mentalitetin tem, kulturën tem, gjuhën tem, edhe kjo është një sen që për mu ka shumë vlerë. Që unë për shumë ju mrit, ju mlind aty, po apet kur se hupe, e kam gjithë Kosovën në zemër. Gjithë kam qef me arë, kam qef me fol shqip, edhe aty fol shqip, e kam rrethin shqip, kam qef me majtë dhe kam qef edhe me adho najdit fëmijës tem. Për që A ke qef burrët me ta kontrollu telefonin? po me pas naj pun li ta marim, po tash mi hi bashkë këto me këshyrë. S'të konvenon. Jo që s'm konvenon, po për çka? Me ardë puna bashkë ashtu, s'ja bi punën. Se bjen punën. Jo, s'ja bi punën. A nëse për shembull të kish nal me dal, jo mos del në klub. Besoj që me nal keta, ja, nuk kam qef. Unë vetë për shembull, i kam babin, e kam edhe mamin që më kanë shliru për çdo sen, nuk më kanë majtë më shelt kur, edhe nuk po thëm tash që apet kur jesh me një lidhje është normal që i nalë të sene, ama ato i baj pi vetit se për respektit ati, a du në respektoj për shamë burin të emë dhe i nalë të sene. Edhe nuk kam qef tash këmu që më thonë jo këta, jo ato. Edhe për mu kanë do sene kufi po edhe për ato. Për shamull ma naj rast mu mledh ke qikat e migjës për shamull, anaj se kena qef me dal me naj mej. Pse mu më nalë nëse shkojnë ketë, s'ka arsye. Më thonë tash s'po kam qef me dal çdo vikend, është ma ndryshe, e thëmë okej, nuk dalë. Për shembull, a ke qef që burrët me pas shoqe? M'fal? Burrët me pas shoqe, a kishe pas qef?